Pak edhe seancën plenare është Taulant Balla, i cili është duke folur. Vetëm sipas nevojave konkrete. Fondet përdoren vetëm për qëllimet e miratuara dhe kushtet financiare garantojnë fleksibilitet në administrimin e borxhit publik. Zhurmuesit nuk kanë për të kuptuar kur rëndësinë e një marrëveshje të tillë, e cila rikonfirmon se Shqipëria është aleat i besueshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe një antar i përgjegjshëm i NATO-s. Prandaj, mbi të gjitha, kjo marrëveshje forcon më tej partneritetin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, rrit kapacitetet mbrojtëse të vendit dhe konsolidon pozicionin e Shqipërisë si një aleate e denjë, e besueshme dhe gjithnjë më rëndësishme e NATO-s. Për sa më sipër, zonja zotëri deputet, bazuar në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, kemi propozuar shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të kësaj marrëveshje. Arsyeja pse kërkojmë këtë procedurë përshpejtuar është për nevojën urgjente që Shqipëria të përfitojë sa më shpejt jetë e mundur nga kjo marrëveshje, nga dhe të fillojë me njëherë disbursimi i fondeve të dhëna në dispozicion. Drejtje për zotin Balliu. Ju lutem, lejoni pas rregullores kolegun të përfundoj fjalën. Sorrat dhe korbat le të vazhdojnë të tasin. Shqiponja bashkë me flamingot do të vazhdojnë të punojnë për Shqipërinë. Faleminderit.